Përshëndetje fëmijë. E jeni të mësojmë më shumë për njohëmësën. Le të fillojmë. Tema mësimore: njohlat e njohëmësës, punim dhe lexim i shkronjës 1. Çfarë do të mësojmë për sot? Të lexojmë tekstin qartë dhe saktë, të përshkruajmë figurën, të parashikojmë ngjarjen, të përgjigjemi pyetjeve dhe të ritregojmë përmbajtjen e pjesës. Fjalët kyç, njolla, njohëmësa e njom. Situata e të nxënit. Shohim një kërpull dhe një flutur. Shpesh na ndodh të mbushemi me njolla në pjesë të ndryshme të trupit. A ju ka ndodhur të mbusheni me njolla në fytyrë kur jeni sëmurë? Si jeni ndjerë? Kush ju ka qëndruar pranë? A jeni vizituar te mjeku? Njollat e njohëmësës. Njihemi me pjesën e leximit. Mësuesja do ta ndaj në pjesë dhe do drejtoj pyetje. Një mëngjes, njomza u ngrit nga gjumi me temperaturë. Faqet e njoma ishin mbushur me njolla të kuqe. Në ëndër pa miqe shok, të njohur e të panjohur. Ndiqni pyetjet e mia. Si u ngrit njomza në mëngjes? Si i kishte faqet? Çfarë pa në ëndër? Cilët ishin disa nga të panjohurit? Le të vazhdojmë. Sa njolla të bukura paske, i tha flutura. Më jep 20 prej tyre, do të jem flutura më e bukur e pranverës. Njomza ja dha menjëherë. Më jep edhe mua disa për kapelën time, i tha një kërpull e vogël. Sa njolla i kërkoi flutura njomzës? Përse i donte ajo? Po kërpulla. Përse i kërkoi njollat? Si mendoni? A i dha njomza edhe asaj njolla? Vazhdojmë pjesën e fundit. Njomza i dha disa njolla edhe asaj. Kur u ngrit nga gjumi, shkoi me vrapë te pasqyra. Sa u gëzua, nuk kishte më asnjë njollë. Pse u gëzua njomza? Mirë, shohim me të kuqe fjalët e njoma, njolla, të njohur e të panjohur. Le të shpjegojmë ato. Fillimisht le të shpjegojmë emrin njomza. Është një emër i bukur shqiptar që tregon një vajzë, një fëmijë të vogël. E njoma, faqet e njoma ose faqet e buta. Njolla janë ca pika. Të njohur që i kishte takuar më parë, ndërsa të panjohur që nuk i kishte takuar më parë. Nënvizoni në tekst fjalët që kanë shkronjën 1, pra do të nënvizoni me laps fjalët që kanë shkronjën 1. Përgjigjuni pyetjeve. Si u ngrit njomza në mëngjes? Çfarë kishte në fytyrë? Çfarë pa në ëndër? Kujt ja dha njollat njomza? Pse ja morën njollat flutura e kërpulla? A të pëlqeu teksti? Pse? Mendo për një mbyllje ndryshe të pjesës. Le të ritregojmë bashk ngjarjen. Përmjet piramidës. Njomza. Njomza kishte njolla të kuqe dhe temperaturë. Në ëndër pa miq e shok. Njomza i dha 20 njolla fluturës. I dha disa njolla edhe kërpullës së vogël. Njomza u ngrit e gëzuar nga gjumi pa asnjë njollë. Kjo ishte edhe piramida e ngjarjes. Shpresoj të jeni kënaqur edhe ju të punoni nga shtëpia. Punë të mbarë.